Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin ton Monitor TV. Konkretisht në rubrikën e komentimeve të ngjarjeve në fakt që po ndodhin rreth artistëve shqiptar, jetës së tyre, përditshmërisë së tyre për të ndarë së bashku lajmet më të fundit. Ju e dini shumë bukur që ditën e sotme të gjithë komentuam një byzilik në fakt të Brikenës që ishte një dedikim për dashurinë e jetës së saj Mateon. Brikena dhe Mateo ndodhen në Ulqin, preferojnë që të vazhdojnë akoma me pushimet, preferojnë që të vazhdojnë akoma me shëtitjet e tyre, me atë adrenalinën e bukur që në fakt të fal Ulqini, por ndan me ne një moment shumë intim, një moment shumë të bukur, diçka shumë private të tyre. Dashuria është e bukur kur rrugët e dashurisë marrin kuptim, marrin jetën, marrin dritë, marrin emocion, dhe në këtë rast do me thënë Mateo dhe Brikena bën një moment interesant në marrëdhënien e tyre. Tani ju e dini shumë bukur që byziliku që Brikena mban në dorë është një dedikim për Mateon. Mateo një dhe i vetmi. Do me thënë Mateo i veçanti, Mateo më i bukuri, Mateo më i dashuri, byziliku i Brikenës ka këtë kuptim. Ndërsa në dorën e Mateos, ju e dini shumë bukur që Mateo kishte vënë dorën në kofshën e Brikenës dhe fotografia ishte bërë nga larg, nuk kuptoheshte se çfarë në fakt shkruan në byzilikun e Mateos, arritëm të kuptojmë që në byzilikun e Mateos shkruante Brikena dhe ka dhe një zemër. Do me thënë çifti, siç duket, i kanë bërë respekt njëri tjetrit duke i dhuruar një dhuratë kaq të çmuar, një dhuratë kaq me vlerë për të shënuar data të tyre të veçanta. Duke që dhuratat i kanë marrë tash, do me thënë janë dhurata që i kanë marrë së fundmi, nga që në Bodrum të Turqisë nuk i kishin këto byzilikët, por siç duket çifti tashmë mundoi që të lërë momente të bukura. Më pëlqen që Mateo është kaq i dhënë pas Brikenës, është kaq i dashuruar tek Brikena, sepse jemi mësuar të gjithë në fakt që të mbajsh një unas në gisht simbolizon dashurinë, por byziliku është një moment më i bukur edhe një moment më i veçantë në fakt që i kushtohet çiftit, i kushtohet njëri tjetrit. Unë uroj me zemër që gjërat ju shkojnë gjithmonë në këtë formë, uroj me zemër që të kenë gjithmonë këtë harmoninë të cilën e kanë dhe të jenë të bekuar në dashurinë e njëri tjetrit, sepse nuk ka më bukur se sa të shijosh momente kaq të bukura. Do të thënë për ato të cilët vërtet dëshirojnë të dinë në fakt se çfarë po ndodh mes Brikenës dhe Mateos, nuk po ndodh asnjë gjë e keqe. Thjesht është dashuri. Mateo dhe Brikena kanë vënë byzilikët në dorën e njëri tjetrit me emra dedikim për veten e tyre.